Motivational interviewing është një teknik në fakt, unë kam punu fort në këtë lloj teknike, sepse kisha pikpyetjet e mia gjatë rrugtimit, u bën vite në këtë fushë dhe kërkoja me kuptu si mundem unë me ndihmu pacientin më shumë se kaq sa po bëj. Shkolla jonë, e thash edhe më përpara, vjen me ato përkufizimet e veta terapeutike. Pacientit duhet I themi ti duhet të bësh këtë, duhet të lësh alkoolin, duhet të pish këtë ilaç, pra vim me duhet. Ndërkohë që një pacient që dëgjon gjithmonë fjalën duhet, në shumicën e rasteve tik nga zyra dhe nuk të vjen më. Askush nuk ka qejf mi thanë dikush ç'a duhet me bë, aso nuk do m'pëlqejte. Mirëpo në momentin që pacientin e pyet si mendon që mund ta trajtosh alkoolin, ç'a mendon që mund të bësh për me ndihmu largimin nga kjo problem, nga kjo situatë në cilën je. Pra kur pacientin e konsideron të barabartë me veten në procesin e shërimit, rehabilitimit, ka më shumë shanse që pacienti të rehabilitohet. Dhe motivational interviewing është një vallëzim terapeutik ku të dy, si terapeuti, si pacienti, individi që konsumon substanca, vallëzojnë së bashku, por udhëheqës është terapeuti.